edhe ajri është shumë më i mirë se në det, dhe të më mirë pëse të la para që të konë që alon Republikës Kosovës. A ke mendu ku kemi kalu pushimet e verës? Jo, asnjëherë s'kom mendu ku i kaloj, edhe asnjëherë si kom kalu askund. E jam shumë i lumtur në për malet e Zerzit, ka malet e Deçanit, nga Peja ashtu kështu, ka Qaçaniki, Lybeten, kështu që unë kam dëshirë në për malet me esë shumë, edhe ajri është shumë më i mirë se në det, dhe të më mirë pëse të la para që të konë që alon Republikës Kosovës. Cili është vendi ma i mirë që i ke kalu, do më thamë asi po të pëlqej ka malat, cili u konë vendi ma i mirë që ti e ke pa, që të ka pëlqy të kalon për shtypje shumë? Që kalon për shtypje, mujtë të malet e Zersit, janë të papërshkrushme, vend pitoresk, kur shkohet atje në piknik, është një natyre mirë, ka pros, ka shumë, mirë, po veç një vrejtje do të kisha në për këtë të vejnë që i cekum, Pejën, Deçanin, Zersin, besa dhe Prevallën nga Prizreni, pa pasërtia është 4 stropë, nuk ka pasërti. Këtu do të vedisohet njerë, që të njeri që shkonë për male, të këtë qesën e vetë, dhe mas të apë një histori të keqe me të rinët, me lujtë futbol në për qytet, apo në për male. Pyet e mira i kem shka nuk i kasë një shtetë në botë. Këtu problemi vështë e pagat, një pagat, pa tjetër, nuk ka qeveria, zhjellje tjetër, pas pagat për t'ingrit. Ti veç pagat po dërme t'i rritë. Me të njerës pak ma mirë, pak mundisi njerës, me ditë që po jetoj kanë ata njerës, e jo me mendu, a kam 2 erë sot, apo nesër s'po i kam. Ose çmimet e makijatës, 5 çmime këtu torpë është. Kanë shtu numrin e mbi 100 inspektora, mirë po ata me vesh shorët, po hanë darë, ka s'po hinë kërkon, sepse po njën këtu. Ne jemi një popull i vogël që njimi me zveti. Edhe çdo inspektor që janë shtu 100 inspektora në Republikën Kosovës, asgjë s'bajnë punë. Vetëm janë mënu sa me zoni vend punë, me morë një pak, se unë e një dhe ikpej me, sin do kaltemin pare. Do janë të korruptum, shkurt e Shqip, kjo dhe të ishte. Po tu që krejtojnë të korruptume, do më thamë, veç? Po, Kosova do të ishte mas Zvicrës, për një 15 vite, e ju 25 vjetë, njerës janë bon premtë, ne në betëm aty ku në betëm, ekonomia nuk polarizon, s'po t'in lëndi që ka mirë, se vetëm shmimet po shkojnë, njerës janë tashtin nervos, edhe më folë është problem, sepse me ndona ka dorë, ka po s'ka. Sa me ndonë që i shkanë rroga tamam për një qytetar të Prishtinës? Për një qytetar që i punën, pa një mjerë nuk e shasë një, se ka pare mjaftë Kosova. Ka shumë, tepër ka para. Po tu që me 1.000 euro kish mujtë me adarë? Po, jo luks, po një parë jetë ashtu kështu në qytet, një ushqim pak ma të mirë, ma të shëndet shumë, pak në për piknike, në për male, du ma në javë një herë, që me ka një qetë hanën punë, dhe me ndrej që nuk u zë një penzion, mu të cek këtu, 500 euro, veç 500 e punëtor në bi 1.000, su ti që punar. Nuk janë shumë, se i kanë 4.000, 5.000. Në Balkan e kanë 1.800 furtarë. Këtu e kanë 500, nuk ju dalin as sigare, vaj halli, as ka i makijatë në ditë. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe për juve, shumë respekt.